Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë konferencë së premtes me gazetarët. Do të flasim sot për integrimin evropian dhe ngjarjen e ditës. Fjala për kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Së pari, duhet të garantoj qytetar shqiptar se Partia Demokratike si lokomotiva e vërtet e proceseve integruese të Shqipërisë në institucionet ndërkombëtare, në Këshillin e Europës, në NATO, institucionet tjera, si partia që mori nga Komisioni Evropian rekomandimin për statusin e kandidatit, ka qëllimin më madhor integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por theksoj dhe njëherë, kjo parti e konsideron këtë proces fundekrye të bazuar në merit, çka do të thotë të bazuar në dy shtylla kryesore, në funksionimin e shtetit ligjor, në shtetin ligjor funksional, që parakupton liri dhe drejtat shqiptarëve të garantuara, parakupton sistem gjyqësor të pavarur nga politika, parakupton luftë me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit, parakupton procese gjyqësore të drejta dhe në kohë. Shtylla tjetër, ekonomia e tregut, funksionale, çka nënkupton parazitash garën e ndershme për kompanitë shqiptare ndërkombëtare. Të ligjit të gjitha lidhjeve politike të politikës me krimin. Çka nënkupton pastrimin e shtëpisë tonë nëpërmjet shtetit ligjor. Bandat dhe të lidhurit me bandat, politikanët e lidhur me bandat të dalin të vendosen para ligjit. Ne garantojmë se procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të jetë i pandalshëm. Falenderoj Këshillin e Ambasadorëve, që i dha një goditje fatale mashtrimit dhe fushatës mashtrimit e Edi Ramës për antarësimin e Shqipërisë në vitin 30 apo 27. Në mbledhjen e fundit, Këshilli i përgjithshëm i Bashkimit Evropian në Bruksel i nxori karton të kuq mashtruesit. Harroja, i tha, se hapen kapitujt. Vendosit mos hap asnjë kapitull tjetër me Shqipërinë. Vendosit mos caktoj as datë për hapjen e kapitujve. Vendosi të informojë shqiptarët se nuk ka asnjë datë të caktuar nga Brukseli për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe se Brukseli nuk pranon proces tjetër veçse të bazuar në plotësimin e kriterëve dhe standardeve dhe akive të Bashkimit Evropian. Një kusht nxorën të parë mbi të parë, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ndaj dhe Edi Rama qarkullon si kreu organizatë kriminale, si fantazm nga një sallë tjetër me një pashaport shqiptare, sigur kjo do jetë pashaporte europiane. Mori përgjigje përfundimtare në Bruksel. Një sharlatan mashtrues i papërgjegjshëm që kërkon të mbulojë vonesën 12 vjeçare
nga dalësimit dhe pothuaj ndalimit të procesit të integrimit për 12 vite në radhë. Nuk harrojnë shqiptarët fishekzjarës, shampanjën dhe dekoratat e korrikut 2017. Sikur gjoja u hapen negociatat në kohë kur ato u hapen vetëm këtë vit. Edi Rama po heq çdo lloj filtri dhe është shur nga mëngjesi darkë në një mashtrim për qytetar shqiptar. Pra, duke garantuar ata se ylli polar i programit të Partisë Demokratike do të jetë interesi kombëtar dhe ai qëndron në integrim në Shqipërisë Bashkimin Evropian. Me Edi Ramën shkohet drejt të shkuarës dhe jo drejt Bashkimit Evropian. Kjo ishte dhe falenderoj edhe një herë Këshillin e Përgjithshëm të Bashkimit Evropian për vendimin e drejtë në interesin më të mirë të shqiptarëve. Interesi më i mirë i shqiptarëve nuk është të shkojë drejt Bashkimit Evropian si një narkodiktaturë. Si narkodiktatura e parë dhe e vetme në Europë. Interesi i shqiptarëve nuk është të shkojnë drejt Bashkimit Evropian me një padrino, me një Totorino apo El Chapo në zyrën e kryeministrit. Interesi i Bashkimit Evropian nuk është që Shqipëria të eksportojë lirshëm kriminalitet drejt vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Jo dhe jo. Interesi i Bashkimit Evropian është që Shqipëria të jetë vend i shtetit ligjor, i zgjedhjeve të lira, i luftës me zero tolerancë ndaj krimit, i ndërshkimit të politikanëve të korruptuar dhe të inkriminuar gjerë në palës. Interesi i Bashkimit Evropian është që tregu shqiptar në përputhje me rregullat, të jetë i hapur për shqiptarët, por dhe për investitorët dhe sipërmarrësit e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ashtu siç ka firmosur Shqipëria në marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Ndaj dhe ritheksova edhe një herë para shqiptarëve zotimin tim solemn. Unë e kuptoj që ju mendjen e keni tek çështja e ditës, por nuk mund dalë para jush pa paraqitur shqiptarëve programe kapitujt programeve të Partisë Demokratike, që ka rëndësi etike për të sotmen dhe të ardhmen e tyre. Rikthehemi tek çështja e ditës. Çështja e ditës është seria e fundit e narkosit, që zhvillohet në godinat në godinën e qeverisë Bashkisë Tiranës dhe qelit e burgut qeveritar në Durrës. Zhvillohet një skenar që as në filma nuk do mund të ishte i tillë. Një skenar me habira, me çuditëra, të denja për çdo punktat të narkosit. Në punktatën e fundit pra çfarë ndodh? Ndodh që Erion Veliaj në qeli ka shtruar qelin në zyrë bashkie, në zyrën e bashkisë. Erion Veliaj aty firmos dhe vulos sikur të ishte në zyrën e bashkisë. Se si mund ndodh kjo e din vetëm regjizori. Sikur të jetë në Suzam Hapu, apo me urdhër të peshkut. Po kjo nuk është esenciale. Esenciale është se ai për arsye të veta paraqet para shqiptarëve një dokument me firmë
ku ngarkon i delegon firmën një punojësje të besuar të bashkisë që quhet Sara Goxhaj. Në një kohë kur 5 ditë më parë Edi Rama i kishte besuar firmën e Erjon Velis, tani dëgjojeni pak këtu. Edi Rama i kishte besuar firmën e Erjon Velis një Anduela Ristani. Zonja Ristani doli dje në një media dhe u stërbetua sa ajo nuk është njeriu i Edi Ramës. Unë nuk mund të them asgjë, por një pyetje do t'i shtroj zonjës Ristani. Në qoftë se ti, edhe mund mos jetë, mund të jetë ashtu si shtu, se nuk kemi se nuk je njeri konfidente e Edi Ramës, si pranon ti urdhin antikushtetues të Edi Ramës? Si pranon ti urdhin antikushtetues të Edi Ramës? Se kush do drejtoj bashkinë ka tagër të plot të përcaktoj Këshilli Bashkiak me kushtetut dhe në një mënyrë ose një tjetër kjo e delegimit firmës është, si të thuash, e drejt personale e atij që beson firmën, se firma nuk i jepet kujdo. Pra, rezulton se zonja Ristani, e cila betohet që nuk është konfidente e Edi Ramës, dhe mund mos jetë su, nuk e njoh, nuk them dot, por zonja Ristani pranon emrimin antikushtetues të saj në krye të bashkisë nga Edi Rama. Ajo këtë emrim duhet ta kërkonte sipas kushtetues nga Këshilli Bashkiak. E kuptoni çfarë ndodh? Tani vim tek saltoja mortale e Erjon Velis. Merrni vesh tash. Merrni vesh. A është as është? Kush e merr vesh? Vetëm në film Narkos. Erjon Velia ndalon dhe sekretarin e përgjithshëm me policë. Nga qelia e mbyllur urdhon policinë. Se si mund të urdhërojë policinë bashkiake që mos e lejoni atë Halilin të futet bashki bashkë me sekretarin e përgjithshëm, atë din Edi Rama ose Artin Dumani që janë në këtë skenar. Por marrim pak momentin tjetër. Pasi Veliaj vendos të shkarkoj Ristanin dhe të emroj Sara Goxhaj për firmën e tij, të firmos në emër të tij, delegon firmën, ai bën një salto mortale të papritur. Thot se kjo ishte një keq kuptim. Dhe këtë e bëri nga një kërcënim mafioz, alla mafiozi Edi Ramës, që vendosi shkarkimin e Erjon Velis. Dhe me të marrë vesh shkarkimi i Erjon Velis, Erjon Velia, sikur t'ishte në zyrën e Bashkisë Tiranë dhe jo në qelinë Durrës, e kuptoni se çfarë kontrollit të mërshëm i bëhat atij njeriu? Po ku e mori vesh dhe si e mori vesh ai që u shkarkua dje në ora 2 ditës? Si e mori vesh, më thoni ju mua. Pra këtu bëhet një lojë, një plojë, një lojë mafioze, një plojë psikologjike, një betejë psikologjike pa imagjinueshme. Kush ja tha atij që vendosi shkarkimin e Edi Rama? Thoja unë shqiptarëve.
Dhe Erion Velia merr kthesën e menjëhershme, ku thot ishte një keq kuptim, se rikthehet, mbetet në fuqi emrimi i Rams, antikushtetues i Rams, për zonjën Anuela Ristani, por s'ka as një konfirmim nga Këshilli Bashkiak dhe as një konfirmim me shkrim nga Erion Veliaj. De facto, firma mbetet gjerë tani pavarësisht nga shtot nga statuset, dhe ju e keni pa, e morët vesh. Informatori digital raporton se statuset shkruhen nga Edi Rama dhe zyra e tij. Po, tani unë nuk marrë përsipër me bë ekspertiza, vetëm u them qytetarëve, cili do që e dyshon këtë edhe me drejt mund ta dyshoj, të marrë pak statuset e Erion Velis dhe disa shkrime që shkruhen te Rama me emra të një gazetari të ndryshëm. I shkruan të kur ati i shpërthenin ujrat e zeza në edhe nuk përmahej me gojë në shturur, shkruan të çdo gjë identike me statuset që janë shkruar për Erion Velin. Është i njohur stili e Edi Ramës aty. Është komplet. Merrni pak, merrni shkrimet që publikonte dikur Bledimane, që është faktuar që Rama i vinte emrin e tij, me dashjen apo pa dashje këtij të fundit. Po, se Rama ka nevojë të shpërthej të zezat që ka ti nxjerr. Edhe kishte një kohë që i nxirrte me anonimat. Thuaj që përdorte edhe me robazën për këto, por mos e pyesni se tani dal ka të dhëna tjera shumë nga regjistrimet shumë interesante. Do i merrni vesh ju. Se çfarë thot Velia i përmjeron. Velia i përmjeron, këte i kërkon që zbatoj këte i ve një epitet ai që qelber. E kuptoni ju se ku jemi? Po në Narkos anisa ndodhen të gjitha elementet. Kjo, vetëm Narkos mund gjesh gjëra të tilla. Këte e porosit. Këte i thoni ati që kështu që ka probleme me higjienën personale. Pra, dhe këto janë vetëm një pjesë. Kjo është maja e icebergut. Tani, jemi i hapur. Nuk kam në absolute asnjë lloj sentimenti, dihet cilat janë sentimentet e mia për Erion Velin. Por sentimentet e mia për Erion Velin dhe sentimentet e mia për ligjin janë të ndryshme. Janë të ndryshme, edhe do jenë gjithmonë të ndryshme. Ndaj edhe unë i kërkoj me urgjencë avokatit të shtetit, avokatit të popullit, të nërmarrë një hetim të plot mbi qëndrimet e Edi Ramës, Erion Velis, si personazhe kryesore në këtë puntat të serialit Narkos. Çfarë ndodh? Si mundet që një burgosur të nxjerrë shkresa me firmë dhe vul? Përveç të tjerash, se më doli nga mendja, ai zotimi i fundit i djeshëm i tij është marrë pa praninë e avokatit. Avokati nuk është thirrë i pranishëm në takimin që është bërë, nëse është bërë fare takim. Nëse është bërë fare takim me Erion Velin, ku ai mohon emrimin e Sara Goxhaj, atëherë ata të hetojnë. Të hetojnë se është absolutisht e ndaluar të takohesh me një të burgosur zyrtarisht pa praninë e avokatit. I çuan ati përpara një plumë në zarf, apo e droguan, apo çfarë i bën, këto nuk i diun asnjë. Po këto pikë pyetje po shtrohen mbar kudo. Pra,
është i domosdoshëm një hetim nga avokati i popullit, i bëj thirrje dhe zyrës ose bes të mbikëqyr këte fenomen, këto zhvillime që nuk ekzistojnë, që pasurojnë shumë serin e narkosit. Edi Rama thret në zyrë dhe kërcënon egërsisht punojës bashkisë. Në një kohë kur ata me kushtetut janë të pavarur prej tij. Nuk ka asnjë tagër për të thirrë punojësit e bashkisë për çështjet bashkisë, për të ngarkuar detyra për çështjet e bashkisë. Bashkia është e pavarur nga ekzekutivi. I thret dhe i kërcënon. Ja u mbyll dyrë dhe nxjerr jashtë. Janë zhvillime dramatike, koskash mafioze. Por skenarit i prind Donetvini, Padrinoja. I prind Padrinoja, si që shifni. Thasht informoj shqiptar për të gjitha këto në mënyrë që të din. Dhe kur shifni ju që gjithë këte skenar përpiqet ta mbuloj me shkëmbime idilike me Lulbashën, me Lulbravën dhe Unikatilin. Jo kënga thot to, jo kënga thot ato. Po mund të mbuloj, mund të mashtrohet një kombitër me gjërat e tilla. Mos u çudit për këtë që them unë. Shko pyet në për redaksi, se si mirën telefon redaksit dhe u thuhet mos më harroni këtë idilën e ri me Bashën, me Bravën. Po, është e vërtet ajo. Sepse mendon se në këtë mënyrë po i mbulon këto akte. Është gjaktësia ekstreme një mafiozi, e Padrinos, e një kryetarit organizatës kriminale, si që është Edi Rama. Faleminderit, unë besoj se... Kalojmë te pyetjet. Zoti Berisha, Andon Kello nga ABC News. Kam dy pyetje. Pyetja e parë, ish ambasadori amerikane Yuri Kim ka marrë një postë të rëndësishëm në Departamentin Amerikan të Shtetit. Nëse do të kishit mundësi, do ja uronit detyrën e re? Kurdo? Ish ambasadori amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, ka marrë një postë të rëndësishëm në Departamentin Amerikan të Shtetit. Është emëruar. Nëse do të kishit mundësi, a do ja uronit detyrën e re? Nuk kam ndryshuar asnjë qendrim nga deklaratat e mia, për cilën unë kam ftuar dhe ftoj përsëri FBI-n, inspektorin e përgjithshëm të Departamentit të Shtetit, Kongresin, të hetoj mbi akuzat e bëra për korrupsion. S'kam ndryshuar asgjë unë ato. Nuk, domethënë, thash edhe herën e parë ku isha para jush, thash media thonë. Unë nuk kisha burim dhe s'kam edhe në për këtë s'kam burim të saktë, por e besoj se mediat njerë thonë to, njerë thonë ato. Ndërsa qëndrimi im ndaj saj është ky që e shpreha sot, e kam shpreh çdo ditë, e kam shpreh në 100 herë. Nuk ndryshon, sepse unë nuk kam të pabazuar atë. Se kam pabazuar, jo. Edhe një pyetje tjetër. Në listën e hapur të Partisë Demokratike në Tiranë është një kandidat me emrin Elton Roshi, i cili rezulton të jetë kushëri, djali Xhaxhait të ish-kryebashkiakut socialist Elvis Roshi. A e lidh diçka këtë të fundit me Partinë Demokratike? Urdhro? Në listën e hapur të Partisë Demokratike, Kushëriri, unë e kuptoj, kushëriri nuk është mëkatar për kushëriri. Në qoftë se ky, si quhet ky kandidati? Elton Roshi. Në qoftë se Eltoni nuk ka patur aktivitet me Elvisin, pse ka lidhje gjaku, kjo është absolutisht s'mund të jetë një argument. Duhet të jetë në listë, ka shumë mundësi nga një nga partitë aleate, por bravo, por kjo
mund të jetë një kriter. Pse është a i ke pa, Edi Rama ka dy kushëri. Njëri ja ka rrëmbyer pronën, njëri akuzon se na ka rrëmbyer pronat, tjetri e bën prefekt për të rrëmbyer prona tjera. Si që bën njerëzit, këto njerëzit janë të ndryshëm. Zoti Berisha më e glen kume nga MCN. Të paktën në 3 konferencat e fundit është vërejtur një qëndrimi juaj që në direkt apo indirekt është një lloj avokature ndaj zotit Veliaj. A është bërë zoti Veliaj pentito tek ju apo po tentoni ta ajoshni që të bëhet pentito tek ju, me që te prokuroria nuk është bërë deri tani? Faleminderit, Marin. Të siguroj për pyetjen se në mënyrë absolute nuk kam asnjë komunikim me te. Se nuk kam asnjë sugjerim për te të bëhet pentita apo të mos bëhet pentito. Se jam i bindur që afera për cilën është akuzuar është thjesht 1/4 o 1/5 atyre që duhet të akuzohej. Por një gjë do them këtu. Si njeri që beson në mënyrën më të palkundur në liritë dhe drejtat e njeriut, unë qëndroj se cili do qoftë, çdo kundërshtari imi apo kush do qoftë ai, meriton trajtimin ligjor në përputhje me kodet dhe kushtetutën e vendit. Çdo devim nga ky është një banditizëm i turpshëm. Tani, marrë unë s'bëj avokatin e ti, kur në kurës, s'mund ta bëj atë, por për cilin do shqiptar që i dhunohen të drejtat nga sistemi i drejtësisë, se çfarë u bë ky procesi i Erion Velis? Ky bë një proces qeveri bashkimor, zotëri. Ky e nisi, e nisi duke sulmuar prokurorin. Unë e denova sulmën ndaj prokurorit. Aq më tepër kur mora vesh që ka kërcënuar djalin e tij. Unë prapë denova, sepse megjithëse djali i tij, që ta dish, djali i këtij Olsi që qen ka pronesh gjoja, qen ka deputet më thonë që është deputet i Partisë Socialiste, kandidat për deputet i Partisë Socialiste në Durrës. Nuk e kam verifikuar, po kështu më thanë paktën am tope. Por unë nuk mund ta pranoj që ti kërstosh fëmijët tjetrit, nuk mund të pranoj as të përdorish atë gjuhë. Nuk mund të pranoj kur skena si ato të Medelinit në Kolombia të 83-shit. Jo. Të gjitha këto ndodhen para syve tanë. Të gjitha rezultojnë se kur fajson ti mund thosh, mund t'i hudhish çdo balt atij që është në pozicion. Po ajo nuk është logjik. Sepse siç e din ti, ai ishte në qeli. Po policia që varet nga Edi Rama nuk bëri asnjë akt për të mbrojtur gjykatësin dhe spakun në atë proces gjyqësor. Nuk varet nga Erion Velia i policia. Të them unë që e urdhoi Erioni policin, nuk e them dot unë atë. Edhe nuk duhet jemi korrekt me qytetarin, se kemi raport me qytetarin. Të them tani, unë ju kam njoftuar. Unë jam i lirë sepse u kam njoftuar ju këtu për çdo akt. Çfarë donte Ulzi Manja? A është proces me prokuror dhe gjykatës apo me ministra dhe kryeministra, më thuaj pak tutëm? A e ka mohuar Ulzi Manja që i ka shkuar në takim? Nuk e ka mohuar. Çfarë donte Xhevdet Troplini në takim me te? A e ka mohuar Xhevdet Troplini që ka qenë me te? Nuk e ka mohuar. Tani më thuaj ti mua. E mbroj unë atë ku i denonsoj? Jo, unë mbroj ligjin dhe kushtetutën, po Erion Velin, që është i sigurt asnjëri unë mbroj ligjin dhe kushtetutën, se ligji dhe kushtetuta nuk i lejojnë këto. E kanë regjistruar. Mu duk po s'bëri një komunikat zyrtar se ky edhe skapi përdor ca gazetar spjuj të vet.
edhe dizinformon me ta. S'kapi kur unë thash që ka marrë autorizim nga gjykata për ta regjistruese. Do marrish autorizim. Edhe mund të marrë. Po tha kemi marrë, po nuk nxori asnjë dokument dhe nuk nxori as zëdhënësin, po rrjedh tek spionët e vet në media. Po kemi marrë. Mirë, pas kanë marrë. Nuk po them se normal është se gjykata jep atë autorizim. Ja, lajmi i fundit. Anuela Aristani thot shkarkon nën kryetaren Sara Goxhaj dhe sekretarin e përgjithshëm Alban Dokushi. Urdo, një njeri pa asnjë autoritet, pa asnjë lloj autoriteti nga Këshilli Bashkiak, një njeri i emëruar në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën nga Edi Rama, merr në dorë bashkinë për llogaritë e Edi Ramës. Unë nuk jam dakord për këtë. A mund të bijem dakord që të mos respektojmë ligjet? Pra, kërkoj, themun edhe një për ta mbyllur. A mund të pranoj unë që statuset të shkruar nga Enri Fuga, vetëm se Ramzi shpërthel ujrat e zeza në gojë për të sulmuar Sali Berishën e tjerë, s'mund ta pranoj një gjë të tillë. Themi atë që është, ta më thonë. Prandaj çfarë po kërkoj në fund? Unë po kërkoj që avokati i popullit të shkojë dhe të hetojë. Se normalisht do ta hetonte në mënyrë të paanshme prokuroria. Duhet të hetonte prokuroria. Çfarë deshte unë si manja atje? Si mund shkoj? Çfarë deshte Xhevdet Toplini atje? Si mund shkoj? Si komunikuan dje me Erion Velin, që i njoftuan se i shkarkuar prandaj ndryshon vendimin? Unë e kuptoj dhe kanë shumë të drejtë ta hetojnë Erion Velin për ato kërcënime që ka bërë për pjekjet e tij. Shpifet 2 milion euro, thot i ka dhënë Belinda në Greqi Olsidatu, një trillim komplet am këto apo jo. Dhe ai meriton dënohet për këto. Ose kërcënime që thot për Masniku, se Masniku dhe Ulsiu, se ata dy janë marrë. Po janë marrë, sepse ai e din që Masniku është gjerë të gvesh të çështjen e 5D-ve. Dhe nuk e hetojnë. Pra, a tregon ky rast gjithë një gjë, një proces mafioz? Unë nuk jam për procese mafioze, unë jam për procese gjyqësore, të bazuar në ligje dhe norma. Këtu e kam gjithë problemin. Jo, edhe Lefterit, kur e kanë kërcënuar, e kam denoncuar. Pse do kërcosh aty? Deri aty. Tani, mu më vjen mesazhe, jo e kanë droguar. Po nga ta di unë e kanë droguar se kanë droguar atë? Pra japin shumë variante, se njerëzit e kanë të vështirë të imagjinojnë se çfarë ndodhi me këtë që ndryshoi, mori kthes të plot. Hajde gjë. Zoti Berisha, një pyetje në lidhje me çështjen e zotit Veliaj. Duke parë situatën në bashki, përplasje mes tyre ashtu siç e denonconi edhe ju. Po pret Edi Rama 12 maj për ta shkarkuar Veliajin apo mund ta shkarkojë para 12 maj nëse ka tensione sërish mes tyre? Edi Rama në fakt e ka shkarkuar Erion Velin, dje ka firmos vendimin. Por kompromisi ishte që Erion Veliaj të bënte mea culpa, ta shpalte keq kuptim firmën dhe vendimin, çka tregon që oja çuan atë Xhebrailin në Qelia, se ç'ndodhi me të kush e merr vesh, por Edi Rama vendimin e ka në Jo, më jo nuk e kam deduksion. Qytetarë digital flasin qytetarë digital. Tani sa ata 100% më herë dhe devjojnë pak, po pak të shumë thonë.
Dhe një pyetje të fundit zoti Berisha, kryeministri Rama dje në takimin me strukturat e tij e ka quajtur PD-n aktuale më të dobët se sa PD-n kur drejtoi nga Lulzim Basha. Madje sipas projeksioneve të tij, në 11 maj PD do të ketë rezultat më të dobët se sa në 2021. Ka një idil tani me Lulzim Bashën. Zoti ja u shtoft. Çfarë do të ndihmoj Bashën, e ka një idil tani. E ka a di ç'bën apo jo? Manjak. Merr studio të ndryshme në telefon e u thot mos më harroni atë komunikimin që kam me Bashën. Se do të mbuloj këto të gjitha, do të mbuloj me fasadën Basha. Do të mbuloj fakti që s'praqet asnjë program, as kërkum. Vetëm nxjerr një pasaport nga xhepi që ja kripen në Bruksel. Ja kripen pasaportin. Zoti Berisha, apo punon zoti Rama për nxjerr punon zoti Rama për të nxjerrë deputet në Tiranë zotin Basha po thoni? Po e përdor, po e keq përdor, kaq them unë, po ajo është puna e tij, po e keq përdor sepse i pllakosur nga këto super skandale, i zhveshur nga mundësia për të paraqitur një program i diskrituar, tani kujton se si hokatar. Jo e ke dëgjuar këngën Unikatilit, s'ke dëgjuar këngën, jo po kështu, jo po ashtu, dhe mendon se në këtë mënyrë tërheq vëmendjen e qytetarëve nga mungesa e alternativës, nga seriali Narcos që po zhvillohet e tjerë, po këto janë të kota. Natyrisht edhe keq përdor, por puna e tyre ajo, s'është puna ime. Faleminderit.